tjetër telefonat. Ju lutem, uleni zërin e televizorit dhe na dëgjoni direkt nga telefoni. Përshëndetje, ju dëgjojmë tani. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirë se erdhët, mirëmëngjesi. Pyetja juaj. Unë kam gosë 25 vjeçë dhe më pak prioritet e duar, sa i bëjnë ka puçrat me ujë, pastaj i çajt, i puçet. Gjithashtu ka kryet të krarori nga mjet kofshe. Ka dhe të syre, kruajt, mi po me që ta bëj, se kështu për qajra ato, kjo rinia nuk pi, po me që ta bëj me kështu nga jashtë. Atëre, një trajtim nga jashtë mund të përdoret, ose ky çaj që është për mykun, po, për mykun, që ka në brendësi të saj edhe kalendulën, po patjetër, ose do marrim për shembull lule kalendule, rigon, trumës, t'i bëjmë si çaj dhe i përdorim për shplarje. Pra, kemi të bëjmë me një dermatit që shoqërohet me shkatërim qelizash dhe mbushen si me fluska ujë. Atëre, në këto raste, kjo një, dhe përdorim pra një sprite, për shembull, ose ky ekstrakti i kësaj që neve bëm këtu, vajzës do t'i hynte shumë mirë në punë, po, një ekstrakt që quhet me të vërtet për lëkurën, i mrekullueshëm, dhe mbi të pastaj të kalojmë këtë kremin, ose kremin me kalendul, pra, ose një krem që mund të bëhet duke patur në brendësi lule kalendule, lule balsami, këtë angjinaren dhe ndonjë bim tjetër, për të rigjeneruar ato qelizat cilat e nxjerrin limfën jashtë.